Big Brother Kosova, pasqyrë e shoqërisë moderne, Big Brother Kosova është një nga formatet televizive më të ndjekura dhe më të diskutuara në vend, duke u shndërruar jo vetëm në një reality show argëtues, por edhe në një pasqyrë të fortë të shoqërisë sonë. Çdo sezon sjell personazhe të ndryshme, karaktere të forta, debate të zjarrta dhe situata që shpesh reflektojnë realitetin e përditshëm të Kosovës dhe më gjerë. Ajo që e bën Big Brother Kosova kaq tërheqës është fakti se banorët vijnë nga shtresa, profesione dhe mentalitete të ndryshme. Brenda shtëpisë, ata përballen me presion psikologjik, izolim nga bota e jashtme dhe sfida që nxjerrin në pah personalitetin e tyre të vërtetë. Pikërisht këtu lind interesi i publikut, kush është i sinqert, kush luan lojë, kush manipulohet dhe kush qëndron besnik ndaj vetes. Debatet dhe konfliktet mes banorëve janë pjesë e pandashme e spektaklit. Shpesh ato nisin nga keqkuptime të vogla, xhelozi apo strategji loje, por përfundojnë në përplasje të forta verbale që ndezin rrjetet sociale. Publiku ndahet në grupe mbështetëse, krijohen tifozëri të zjarrta dhe Big Brother shndërrohet në temë kryesore diskutimi në çdo shtëpi, kafene apo platformë online. Nga ana tjetër, Big Brother Kosova ka ngritur edhe debate të rëndësishme shoqërore. Çështje si respekti, gjuha e përdorur, barazia gjinore, morali, toleranca dhe mënyra e komunikimit janë shpesh në qendër të vëmendjes. Banorët, me sjelljet e tyre, ndikojnë drejt për drejt të rinj, duke u bërë modele pozitive ose negative, varësisht nga veprimet që shfaqin në shtëpi. Produksioni dhe moderimi luajnë një rol kyç në suksesin e formatit. Sfidat javore, nominimet, spektaklet live dhe përfshirja e opinionistëve e bëjnë programin dinamik dhe të paparashikueshëm. Çdo vendim, çdo ndërhyrje dhe çdo koment analizohet me imtësi nga publiku, gjë që tregon fuqinë e madhe që ky format ka në opinionin publik. Në fund të fundit, Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë për çmimin final. Ai